Horoskopi editor e hënë 16 qershor 2025. Dashi, ditë e paqëndrueshme kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Do ju duhet të toleroni më tepër dhe të bëni sakrifica për të ruajtur harmoninë. Beqarët do kenë takime mbreslënse dhe do fillojnë një etapë të re në jetën e tyre. Perspektivat financiare janë të mira. Nuk do të jetë e nevojshme të kurseni aq sa më parë për të ruajtur ekuilibrin. Demi, Venusi do të jetë planeti që do ju mbështes gjithë kohës sot në jetën tuaj në çift. Pasioni do rizgjohet dhe do përjetoni emocionet si në fillimet e lidhjes. Beqarët do kenë mundësi të zgjedhin personin e duhur, falë mundësive të shumta që do ju jepen për takime. Financat do jenë goxha të mira. Do keni mundësi të kryeni edhe shpenzimet e nevojshme. Binjakët, do jeni në humor gjatë kësaj dite dhe të gatshëm të bëni edhe çmenduri vetëm që lidhja juaj të rifitojë entuziazmin e dikurshëm. Partneri do jeti të njëjtës mendje me ju. Beqarët do kenë një ditë normale, nuk do të mërziten as me statusin që kanë. Në planin financiar duhet bërë kujdes, sepse çdo gabim i vogël mund të bëhet shkatërrues për ju. Gaporja, do keni zënka të shumta sot me ato që keni në krah. Do jeni gjithkohës të stresuar dhe të mërzitur. Flisni me ndonjë mik të ngushtë. Beqarët nuk duhet të tregohen të paduruar sepse do gabojnë. Mirë do jetë i merrni gjërat sa më shtruar. Financat do vinë duke u përmirësuar. Të paktën në këtë sektor do jeni edhe më të qetë. Luani, ka rrezik që marrëdhënia me partnerin të ndërlikohet mjaft sot. Do jeni shumë kokfort dhe nuk do pranoni as pak të toleroni. Beqarët nuk do të jenë as pak fatlum në dashuri dhe do vazhdojnë të jenë në kërkim të princit të kaltër. Në planin financiar do të luftoni shumë që të ruani ekuilibrin. Her pas here mund të tundoheni dhe të kryeni shpenzime të mëdha. Virgjëresha, priten probleme sot në jetën tuaj në çift, të cilat do aprishin gjithë harmoninë dhe ekuilibrin që mbizotronte. Kujdes, beqarët do kenë një takim vërtet të veçantë nga i cili mund të ndryshojnë shumë gjëra në jetën e tyre. Të ardhurat nuk do të jenë të këqija. Megjithatë, duhen marrë masa që gjërat të vazhdojnë të jenë të stabilizuara edhe për disa kohë. Peshorja, mos u qani sot për jetën sentimentale në çift, sepse ajo nuk do të ketë as probleme më të vogël. Nëse doni më tepër emocione, duhet të flisni me partnerin dhe të bëni ato që ju duket më e mira. Për beqarët do jetë ditë pa fat. Edhe sot ata do të mbeten sërish vetëm. Në planin financiar mos shpenzoni pa u menduar, nëse buxheti nuk është i qëndrueshëm. Akrepi, ditë e mbushur me momente të lumtura kjo e sotme për çiftet. Do ndiheni më së miri dhe nuk do keni për çfarë të qaheni. Beqarëve gjithashtu do ju ras zemra fort, fal një takimi interesant që do realizojnë që në orët e para të mëngjesit. Në planin financiar do të dëgjoni edhe këshillat e disa familjarëve. Ata do ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje problemeve. Shigjetari, ditë e zakonshme kjo e sotme për të dashuruarit. Gjithçka do shkojë mirë dhe nuk priten probleme apo debate. Beqarët do jenë sensual dhe do marrin ftesa pafund për të filluar histori dashurie. Nuk duhet neglizhuar asgjë sepse asnjëherë nuk i dihet çfarë ndodh. Në planin financiar do ketë përmirësime të konsiderueshme. Fal një shpërblimi të majmë që do merrni në punë. Britsjapi, dëgjojeni me shumë kujdes sot ato që keni në krah dhe bëni të pamundurën që t'ia plotësoni disa dëshira. Vetëm kështu atmosfera do vazhdojë të jetë ngrohtë. Beqarët me shumë gjas do e gjejnë princin e tyre të kaltër dhe do ndihen të plotësuar përfundimisht. Në planin financiar duhet vazhdoni të tregoheni vigjilent. Po e latë pas dore menaxhimin do keni vështirësi. Ujori, mendohuni mirë para se të flisni sot me ato që keni në krah, sepse ai do jetë me humor të keq dhe mund të keni debate të mëdha. Beqarët nuk do ndjejnë nevojën e dikujt në krah, sepse do jenë të rrethuar nga miq dhe familjarë gjithkohës. Në planin financiar do merrni shumë fitime nga përfundimi me sukses i një projekti të nisur shumë herët. Peshqit, hiqini nga mendja idenë për ta filluar nga zeroja lidhjen tuaj, sepse asgjë nuk do të mund të përfitonit nga kjo. Mundoni nga ana tjetër të gjeni mënyrën për të zgjidhur me maturi dhe kujdes problemet. Beqarët do jenë mjaft impulsiv dhe mund gabojnë në zgjedhjen e personave me të cilën do njihen. Financat do vazhdojnë të jenë delikate.